Të gjatë jetame të shpresoj të jeni mirë. Pas shumë pyetjeve të shumta për hotelin, vendosa të bëj këtë video për ju që të keni informata të mjaftueshme për këtë hotel, nga perspektiva dhe eksperienca ime normalisht. Ky vend është quajtur Grand Cortas Resort Hotel and Spa dhe ka qenë larg afro 2 orë nga aeroporti i Antalyas. Fillimisht për gjithçka është përkujdesur një agjencion, po ne gjithashtu kemi marrë një transport ekstra prej aeroportit në hotel dhe anasjelltas. Transporti ka qenë shumë në rregull, po për shkak të kolonës gjatë ditës kemi bërë gati 2 orë për të shkuar tek hoteli. Me qenë se kam qenë e lodhur dhe pa gjumë, unë kam shfryzuar rastin dhe kam fjetur gjumë gjatë rrugës. Kur kemi mbrit e vendi, jemi sistemu në për dhoma, ku on platori, Kani dhe Elona kemi qenë bashkë në një dhomë. Dhomat kanë qenë të mira dhe të pastërta, po sa herë kemi vendos shenjen për marrë dhe me pastru, dhoma është dukë sikurse mos me u pastru fare, kështu që kemi pas pak problem pjesën e pastrimit. Pamja jon e dhomës ka qenë shumë e mirë, ama shikoni pamjen e dhomës të miket. Mike gjithmonë ka fat për me pas një pamje të mrekullueshme në dhomë. Diçka që ja vlen të cekët është pastërtia në pishinë. Gjithmonë ka qenë në nivele dhe gjithmonë ka qenë pastër. Edhe pse shpesh herë kemi dëgju erën e klorit, po prap nuk ka qenë ndonjë farloj problemi i madh. Ne kemi shfrytzuar maksimum pishinën dhe vetëm në ditën e parë jemi larë në plazh në det, kurse ditëve të tjera kemi pushuar në pishinë, ku e kemi shijuar maksimum kohën aty dhe gjithashtu në pishinë ka pasur edhe shkum aparte. E këto jam unë pak minuta para se të kërkoj ndihmë, sepse s'ka mujt me pa asgjë dhe s'ka mujt me fol prej shkumës, po gjithsesi kam notu poshtë pishinës edhe poshtë ujit normalisht, edhe në fund ja kam dalë edhe kam shpëtuar. Kjo që po shihni këto është një amfiteatër ku gjatë ditës është dukur në këtë mënyrë, mirë po gjatë natës ka pasur pjesëmarrje të njerëzve sepse janë mbajtur aktivitete të ndryshme. Fillimisht janë mbajtur disa aktivitete për fëmijë dhe nga ora 9:30 e tutje janë mbajtur aktivitete për të rritur. Ka pasur lojra dhe sfida shumë interesante. Unë kam shkuar vetëm një herë krejt në këtë event për shkak se nuk më ka duk diçka atraktive për me qëndru shumë gjatë. Gjithashtu ka pasur edhe organizime të lojrave të ndryshme të futbollit. Gjatë ditës është mbajtur çdo të jetë një aktivitet ku për mëngjes. Mëngjes, ju më në për ushqim përgjithësi. Dreka dhe darka nuk kanë qenë asnjëherë të njëjta, e sidomos darka ka dallu prej ditës në ditë, po kanë qenë disa ushqime që kanë qenë gjithmonë. Për ushqim nuk isha fol shumë se me të vërtet ka qenë shumë i mirë dhe ky mjafton si koment me e jap, të paktën për shijen time, edhe mëngjesi ka qenë më i mirë, më i preferuar e on veç një herë jam zgju për mëngjes. Sido që jetë gjatë ditës e kemi pas çet pool bar ku kemi mujt me marr kafe, pije. Këta që po e shenin e quanin qendër tregtare, po nuk është se na ka pëlqyer neve shumë, edhe e kemi lënë vetëm me një natë ku veç kemi shku edhe kemi ec pak. Pjesa më interesante gjatë ditës ka qenë tek rrëshqitëset me ujë, ku jemi argëtu pa masë dhe pa fund. Kemi qesh shumë me njëri tjetrin në mënyrën qysh e kemi pa, qysh kemi ra prej kësaj rrëshqitëses me ujë. Unë i kam provu gjitha, ama këta që pëshenin video, absolut që jo. Unë veç me pa u të merojsha e le me provu. Kështu që mas mirëti kam këty në pishin edhe kam ditë që është sigurt. Një gjë shumë e ëmbël, i kemi taku disa vajza prej Kosovës edhe kanë qenë tepër të mrekullueshme edhe kemi shiju maksimum kohën edhe me to. Këtu po i ndaj me juve disa pamje se si është dukur tek rrëshqitëset me ujë. Kjo ka qenë më interesantja, po gjithashtu ka pasur edhe për fëmijë, edhe ka pasur edhe për të rritur, po për fëmijë ka qenë një kënd i veçantë. Ka qenë edhe një diskotekë që nuk e di a ka qenë funksionale, sepse nuk kam shku asnjëherë, po sido që tjetë aty ishte. Kështu pra është dukur pjesa e këndit të argëtimit të themi. Kështu vlen të cekët që gjatë ditës ka qenë një restoran që nuk ka qenë mbyllur asnjëherë dhe ke mundur me hongër ushqime të ndryshme gjatë ditës në kohën kur dreka dhe darka nuk kanë qenë gati. Restorani që ka qenë tek pishina ka qenë shumë i mirë për ata të cilët nuk kanë dashur me u zgju herët në mëngjes edhe me hongër mëngjese në restoran, për shkak se dreka dhe darka ka qenë në orare të caktuara, që te recepcioni i shet tabelat e orareve të ndryshme edhe të pishinës kur funksionon, edhe të drekës edhe të darkës, gjithashtu edhe të mëngjesit. Ka pas fushë të tenisit, po me qenë se ka qenë shumë nxehtë, nuk e kemi preferu me lujt tenis. E tash veç shikoni diçka që më ka bu shumë të lumtur, Lora të e lexu librin tim.
Dhe kështu për të ndruar temë edhe për të treguar diçka që është shumë e rëndësishme është pjesa e çadrave edhe qysh sistemohesh në çadër. Është shumë e rëndësishme mundësisht me u zgju më herët dikush, me u organizu, po edhe me pas kujdes se këtu në Turqi ka pas shumë raste ku na kanë marrë çadrën ose më saktë na kanë marrë shezllonët. Kështu që mos lani vetëm peshqir, por lani gjërat e juaja personale që mos me ja u nxan çadrën. Këshill edhe një informat. Duhet me pas shumë kujdes tek këto rrëshqitëset e ujit, sepse me të vërtet ndonjëherë njerëzit nuk shikonin a është dikush tjetër para teje ose mbrapa teje edhe hidheshin në një kohë hala pa e përfundute pjesën e rrëshqitësisë të ujit. Kështu që me pas kujdes edhe gjithmonë me shku me dikon, po përndryshe rojet e plazhit kanë qenë të mrekullueshëm. Disa shqiptarë kanë tregu që një këngëtare e famshme dhe një këngëtar i famshëm janë këto në këtë resort, e shikoni çto momente tu kënaqë dhe tu i shijoni maksimum me këngë e mikët. Onların ünlü bir sanatçısıymış bu arada. Let's give her a big applause. Kocaman bir alkış verin. Thank you. You're really great. Now we love you also. E këto jam unë të ndjej shumë e lumtur dhe shumë krenare se kone kam vjehër miken. Kështu që tash është koha për me shiju muzikën pjesën tjetër ditës edhe pse jo me kërcy edhe me u kënaqë. Quero ver você descer, balança a bunda agora, eu quero ver você descer, balança a bunda agora, eu quero ver você descer. Kështu, siç kemi ardhur me transport privat, edhe jemi kthy për në aeroport, edhe në Kosovën tonë të dashur. Ju përshëndes dhe ju dua pafund.